avokati ti deklaroi që Meta ka 0 pasuri. Megjithatë, avokati fakti derisa themi avokati për mbrojtje është keq. Është keq të thuash që ke 0 pasuri? Jo. Ti deklaron 2500 euro në vit. Tani, ose në muaj. Pjesa tjetër është që atë ditë u fol edhe për një kartë në media që sipas mediave Spaku ka zbuluar që ka përdorur Meta bashkë me ish gruan. Ndërkohë që Meta tha që shiko, unë nuk mbaj përgjegjësi as për fëmijët. Pra, e hodhi përgjegjësinë se s'kam përdorur gjë. Ju mendoni që ka një shitje brenda ish çiftit këtu, së pari. Së dyti, mesazhet e koduara të Veliajt nga burgu. Tani çfarë do të thuash? Çfarë të themi për Veliajin apo për njërin dhe për tjetrën? Pra, dy çështje që ju mendoni çfarë ka këtu brenda. Tani zoti Meta për mendimin tim ka një betejë të gjatë politike dhe juridike, por ajo që unë mendoj për zotin Meta, ashtu siç e kemi diskutuar edhe këtu, kur ne kemi thonë ose kur unë kam thënë që në momentalisht çelsat në det, edhe në një intervistë që kam bërë tek ju, kam thënë që këto çelset më duket se po fillojnë edhe po ngrihen pak lart dhe është personi që shkon në zhytet edhe ka gjetur çelset dhe po i ngren në det tani, në ajër. Në ajër të detit, besoj. Avokati jeni i qartë. Okej. Tani, unë nuk e kuptoj tani të jem realist, çfarë nuk kupton ajo që unë nuk kam pasuri, sepse zoti Meta pasurin e ka të deklaruar nga momenti ku ka qenë funksionar publik i shtetit shqiptar dhe e keni atje. Unë asnjëherë nuk jap përgjigje në rast se një person është me pasuri të fshehtë, sepse për mua derisa është e fshehtë, është sekret dhe nuk deklarohet. Në rast se është një pasuri e fshehtë. Dhe në derisa organi publik, që është Spaku, që ka atributet kushtetuese që të hetoj dhe të gjej pasuri të cilat janë sekrete dhe të fshehura, nuk e ka gjetur, bie çdo gjë alibi që ka ndodhur për Metën për pasuri të fshehura sepse ai nuk ka konkretisht. Pra, për ata që thonin që Meta është hajdut, krye hajdut dhe kështu me radhë, duhet të fshihen ose të paktën mos të flasin më në rast se Spaku nuk ka gjetur një shtëpi që ai të ketë ose para që ai të ketë fshehur. Mikjo, rasti i lobimit ka dështuar me kohë zotëri, sepse ai ka qenë kryetar parlamenti, 1, dhe rasti 2, pastaj ka qenë president Republike 2. Pra, me zor të bëjnë të pandehur, të bëjnë sepse qëllimi ka qenë politik. Pra, Partia Socialiste Edi Rama, në asamblen e Partisë Socialiste, ka thonë, ore merrini me këta që të cilët unë i lëshoj të drejtësia e pavarur pa anshme. Ose lavatrice, ajo teza juaj tjetër. Lavatrice, po do të çuditesh kur të dalin disa lavatrice në gjykatën e lartë, por gjithsesi do presim, sepse është ky rasti që po presim. Gjithsesi do ta themi herë tjetër, se mos i them gjitha tani dhe pastaj kalojnë gjitha ajo edhe duhet presim, durojmë, faktori durojmë. Ata akuzojnë si politike, nisu nga emërimet, po. Po fal, kush e akuzon? Një pjesë e opinionit, por edhe politika, opozita. Më fal, unë nuk e kam akuzuar kolegjin penal politik, nuk kam thënë plepa 2. Unë, kur i kam thënë unë këtë gjëra... Plepa 2, edhe lavatrice, këto i kene autorsin. Po, këto emra që ju citoni, që thënë opozita tani, dele dhe thot për këta, këto banin atë rrugën e, për shembull, Dashej, vend të thot falje publike që ne besuam një Spak i cili na e futi, Zoti Enkeleta Libea i cili thoshte më fal popullit sepse Spaku ma futi dhe më shkoi dhe më procedoi familjen e Kaplane që punonte para Libeajn. Pra, në vend na thënë një falje publike sepse u den nga një mashtruese e cila dilte dhe thoshte për reforma të cilët kanë edhe gabime, ndërkohë populli shqiptar nuk kishte gjykatë kushtetuese, gjykatë të lartë dhe nuk po merr drejtësinë e duhur. E dini për kë mashtruese kam fjalën unë.
për zonjën Jurikim, e cila na mashtronte për reformën e suksesshme, që nuk ka qenë kurrë e suksesshme, sepse reformat bën për të përmirësuar gabimet e së shkuarës dhe jo për të hapë gropa dhe për të groposur qytetarët shqiptar me 167.000 dosje. Edhe duke vendosur gjykata e lartë mos pranime rekurse, duke shkelur çdo të drejtë procedurale të çdo palë në proces penal, civil dhe administrativ. Pra, të lutem mos më thuaj për këtë opozitë, e cila kjo opozitë ka lajthitur bashkë me qeverisjen aktuale të Shqipërisë. Por, në rasti Meta të jemi realist, do kohë derisa të shikohet situata e tij dhe politike dhe juridike, por mendimi im juridike do jetë me surpriza, se jam i bindur që do të ftohet deputetja pa emër tani, deputetja që ka propozuar ligjin favorizues që Spaku akuzon Metën, dhe përveç kësaj do të ftohet edhe zoti Rama, i cili ka urdhëruar grupin parlamentar që të votojnë për atë ligj favorizues që ja ngarkojnë zotit Meta, i cili ka qenë kryetar parlamentit. Dhe pastaj nuk do shkojmë te fjalia lavatrice, po do shkojmë te fjalia se si Spaku përdoret për të goditur politika shqiptare, dhe jo se si ne qytetarët shqiptar duhet kuptojmë që në burg ata bëhen hero dhe ne bëhemi viktim. Por ne duhet të bëhemi hero duke ndërshkuar politikanët dhe klasën politike me votë. Dhe jo duke fuqizuar klasën politike duke votuar kush është hajdut edhe kush konkuron më shumë se sa është hajdut. Te kjo lojë jemi futur ne dhe na kanë futur këta ndërkombëtarët Halegji që vinë këtu 3 vite këtu, rrinë edhe ikin edhe bën xhiro dhe pagon me nga shteti i tyre dhe bën sikur po punojnë për interesat e popullit shqiptar. Do të jesh shumë budalla të mendosh që një ambasador vjen në Shqipëri edhe punon për interesat e Shqipërisë. Do jesh budalla, do jesh UFO, se punë tjetër s'ka të bëjë. Dhe do jesh shumë budalla të perceptosh që një ambasador tradhton interesat e vendit të tij për të thënë sa të bukur dhe ylla jeni ju këtu në Shqipëri. Do jesh shumë budalla. Pra, fjalia budalla nuk e ish nga fjalia, do thoj një fjalë ignorant, po jo, budalla duhet të jesh, të besosh te ambasadorët të cilët mendojnë se po punojnë për Shqipërinë. Nuk punon asnjë ambasador për Shqipërinë. Se futet në burr kokrën e Birucës në vendin e tij në rast se konstatohet një rast i tillë. Edhe për reformën në drejtësi. Reforma në drejtësi ka qenë shkatrim. Pra, për zotin Meta, ky është qëllimi im dhe qëndrimi im politik. Ai ka partin, ka 4 deputet momentalisht, juridik ai le të ftoj në gjyq zotin Rama dhe aty do shikojmë show politik dhe aty do të shikojmë se si Spaku dështon në një procedim penal me qëllim dështimi, por me qëllim eliminimi fizik të një individit. Këtë të fundit. Po, burgu çfarë është? Eliminim fizik është. Nuk them vrasje, ti mos më çon tek këto skenaret e vrasjes. Rasti Veliaj? Shiko, Velia për mendimin tim duhet kuptojnë ata të cilët janë brenda Partisë Socialiste dhe përdoren si prezervative dhe lëshojnë në të ardhmen. Pra, unë mendoj që rasti Veliaj është mësim për ata të cilët janë afër ose punojnë me Partinë Socialiste, që mund të bënë statistik për shkak të nevojës ekstreme. Zoti Veliaj për të gjithë dihet që ka qenë personi i cili mund të merrte karriken e kryetarit të Partisë Socialiste dhe të munde zoti Ramën brenda Partisë Socialiste, sepse ju duhet ta dini dhe dini shumë mirë, Partia Socialiste po ka pushtetin dhe para është shumë mirë. Po i mungon një nga këto të dyja shumë keq. Pra do të thotë që zoti Veliaj ishte në rrugën e dur të merrte drejtimin e Partisë Socialiste. Por duke qenë në këto kushte, zoti Veliaj arriti përfundimin e tij politik në atë fazë që flasëm që është në burg, por unë mendoj që në një moment të dytë edhe për zotin Veliaj do të ketë një shpresë, por nuk e di a janë të aftë ata të cilët e mbrojnë juridikisht dhe ata të cilët e mbrojnë përtej
politikës, interesat të caktuara, të cilët e shikojnë jo të mirë largimin e tij sepse nuk kanë më aksesin e dur për